Shqipëria, një vend i bukur, me male të larta, liçene të thella dhe plazhe që të marrin frymën. Por nën këtë bukuri të dukshme, fshihet një botë krejtësisht tjetër. Një botë e errët, misterioze dhe shpesh e tmerrshme. Çfarë fshihen malet, fushat apo qytetet tona? Çfarë hesh nën tokë ndër shekuj? A janë thjesht tunele dhe bunker, apo diçka më e errët edhe më e frikshme që ndodh në Shqipëri? Fillimisht të shumë shqiptar mendojnë për bunkerët e mëdhenj të Enver Hoxhës, të shpërndarë si plak betoni në të gjithë vendin. Por ai kemi kuptuar të gjithë. Brenda këtyre bunkerëve ka sekrete që qeveria komuniste i mbajtë të fshehta deri në fund. Disa thonë se disa bunker shpërbënin për eksperimente të çuditshme, për depozitime të gjërave që askush nuk guxonte që t'i shihte. Për vite me radhë, këto struktura janë braktisur, por misteri nuk ka vdekur. Disa njerëz që janë futur aty kanë dëgjuar zëra të pazakontë, hapa të ngadaltë që nuk mund të shpjegohen dhe ndonjëherë ulërima që nuk janë fare njerëzore. Në qytete si Durrësi, Shkodra apo Gjirokastra fshihen tunele të vjetra që datojnë që nga kohët e mesjetës ose dhe më herët. Legjenda thot se në rrugët e gurta dhe sheshet e qeta të këtyre qyteteve ka korridore që lidhin kisha, kala dhe banesa private. Por nuk janë ata të gjitha të zbuluara. Disa qytetar të guximshëm që kanë kërkuar kanë gjetur dhoma të fshehta dhe mbi shkrimet të çuditshme, simbole të panjohura dhe gjurmë të ritualeve të lashta. Historia flitet se këto tunele janë përdorur për të fshehur njerëz, arë dhe gjëra që nuk duhet të shihen kur nga syri njeriut. Por nuk është vetëm historia që i bën këto vende të frikshme. Disa besojnë se ka energji të errëta që rrinë nën tokë, mbeturina të shpirtrave të atyre që janë vrarë ose zhdukur dhe nuk gjetën kur qetësinë. Në malet e veriut, në zonat e thella të Krujës dhe të Beratit, njerëzit kanë raportuar ndjesi të çuditshme, dridhje të ajrit dhe dritë të shëndritshme që dalin nga tokat e zbrazura. Disa thonë se janë shpirtra të humbur, të mbytur në urrejtje dhe në hakmarrje, të cilët nuk guxojnë të dalin gjatë ditës, por kur bie vetëm nata, gjithçka ndryshon. Në ditët e sotme, disa tunele dhe bunker janë shndruar në depo të fshehta ose laborator të mistershëm. Ka thashetheme për objekte të çuditshme të gjetura nga punëtor dhe arkeolog, objekte që nuk mund të shpjegohen, që mbajnë shenja dhe simbole të panjohura. Disa flasin për gjëra të çuditshme të ruajtura nën tokë, nga makineri misterioze deri tek mbetje që ngjasin me krijesa të panjohura. Dhe gjitha këto janë të mbrojtura nga kujdesi i rrjept i autoriteteve. Në fshatrat e larta, banorët kanë tregime për njerëz që hynë në tunele dhe nuk u kthyen më kurrë. Disa thonë se dëgjuan ulurima, disa se pan hije të errta që lëviznin pa tupë nën tokë. Një histori e veçantë vjen nga veriu i Shqipërisë, ku një grup eksplorues si futën në një bunker të madh në një mal të haruar. Ata gjetën dhoma të mbushura me libra të vjetër, skica të çuditshme dhe në fund një derë që çonte në një korridor që nuk dukej se kishte marrë fund. Ata u larguan pa ecur më tej dhe kur nuk folën hapur për atë që pan. Pra, kur ecni mbi këto male dhe fusha të bukura, kujtoni se nën këmbët tuaja fshihet një botë që nuk do ta kuptoni kur plotësisht, një botë e mbushur me mister, me frikë dhe histori të errta, dhe ndoshta
Disa gjërat duhet të mbeten të fshehta, sepse disa mistere nuk janë të destinuara të shihen nga njerëzit. Shqipëria ka një fytyrë të dukshme, plot dritë dhe bukuri, por nën tokë fshihet errësira e pandërprerë, një botë që pret vetëm kur nata të bie dhe kur guximtarët të guxojnë të kërkojnë. A do të guxoni ju të hyni në atë botë apo të lini misterin të mbetet i fshehur?